Emër i dëgjuar dhe i njohur për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, jo vetëm për vendndodhjen, si zonë e cila shtrihet në pjesën veri perëndimore të fushgropës së Strugës, 7 kilometra në veri të liçenit Ohrit dhe po aq larg nga qyteti i Strugës, por edhe për historinë, traditat, trashëgiminë e pasur shpirtërore e materiale. Treva i Strugës, në të cilën përfshihet edhe Veleshta, ka qenë e banuar që në kohërat e lashta, dhe banorët e parë ishin pellazgët, e më vonë ilirët si popull më i vjetër i Ballkanit. Mbi përjardhjen e emrit Velesht, në kohëra të ndryshme, kanë qarkulluar shumë hipoteza, por sipas historianëve, albanologëve, gjuhëtarëve, fjala Velesht vjen nga fjala uvela, fjalë e cila përdoret në të folurin e veleshtarëve edhe në ditët e sotme. Veleshta, ashtu si vendet e tjera të banuara nga shqiptarët, shpeshherë ka qenë në shënjestrën e të huajve. Për të folur për këtë zonë, për resurset ekonomike e shoqërore, nuk mjafton një prolog i shkurtër dokumentari, por do të duheshin ne të tëra dimri, megjithatë, nuk mund të mendohet që të flasësh për Veleshtën e të mos përmendesh Rapat, sepse Rapat dhe Veleshta janë një binom i pandashëm tashmë. Rapat për Veleshtën janë totem. Faktikisht, Rapat e simbolizojnë Veleshtën, por njëkohësisht përfaqësojnë edhe një vazhdimsi të këtij vendbanimi të lashtë historik që ta quajnë ilirë shqiptar. Rapat simbolizojnë lidhshmërinë e Veleshtës së dikushme me atë të tashmen. Por gjithmonë me bindjen time shkencore dhe gjurmime të bëra, kjo ka qenë ajo Veleshtë e dikushme dhe ajo Veleshtë e sotme, vazhdimësi e popullsisë, normalisht migracionit e bon të vetët. Rapat përfaqësojnë njëkohësisht edhe qendrën e Veleshtës, ose më mirë themi sheshin e Veleshtës. Në Veleshtë, për shembull, është një fenomen shumë interesant. Nëse pyet dikënd për pjesëve periferike të vendbanimit, ku takohemi, ata nuk thuhen se takohemi në këtë vend ose në atë vend, thonë takohemi te Rapat. Është një simbolik që aty takoheshin dikur të rit të rejat, pleqt ku vendonin, aty bëheshte kuvendi i veleshtarëve dikurshëm. Te Rapi janë bashkuar 2-3 dasmor. Gjithmonë vetë kanë mbajtur rendin dhe faktikisht njëra pret tjetrën, që përsëri të bëjnë rrethimin rreth tyre. Shumë veleshtarë të moshuar që kam hasur në Amerikë, nëse vë përmendin Rapat, ata të lutojnë. Ata faktikisht në pyetjet nëse i prek për Veleshtën, thot është një lloj a më përmende Veleshtë apo më përmende Rapat. Veleshtarët janë fisnik nga shpirti, mikpritës e zemër bujar, tolerant e të komunikueshëm. Është e vështirë, thonë, të lidhësh miqësi ose të bashkëjetosh me ta, nëse nuk i përshtatesh mentalitetit të tyre. Kurbeti, si plagë e vjetër e shoqërisë njerëzore, preku jo pak edhe Veleshtën. Më përpara arsyet kryesore ishin politike, ndërsa sot arsyet kryesore janë ekonomike. Për masa të mëdha mori pas viteve 60 të shekullit kaluar. Harta e emigracionit shtrihet në të gjithë botën, por përqendrimi më i madh është në Europë. Nga rreth 3000 që është numri i emigrantëve, në Zvicër jetojnë mbi 1800. Kur i pyet emigrantët e Zvicrës se ku po shkojnë ose ku jetojnë, të thonë në Veleshtën numër 2 ose Veleshtën e re. Për të realizuar idenë dhe qëllimin e këtij dokumentari, u përqendruam në Zvicër, jo thjesht nga numri i emigrantëve, por nga mënyra se si janë organizuar si komunitet, lidhjet me vendlindjen, integrimi në jetën e një shteti etalon për demokracinë, për shtetin ligjor dhe zhvillimin ekonomik. Koha kur kanë shkelur emigrantët e parë në Zvicër
janë vitet 68-70. Ishim me këmbë të mbarë, sepse pa shumë vështërsi arritëm të kontaktonim me ata që shkelën të paret tokën e Zvicrës. 1966, Kaveleshta hika, para mije ishte kushtrinim atje. 71 u njoftova me një pronar të një firme, ata kanë qenë italian. Më falë të një pyetje, kush të ndihmoi për të arritur në Austri? Ai kushtrini. Ai ma që një garancion. Ma qëj edhe ai më hoqë atje muhe. Se unë punosha, berberi isha në fshat tu. Kër kom shumë ka ai, kom punon pastaj. Deri 71-shin, kemi punon bashkë atje. 71-shin, e kom marrë këtë kushtrin e vogël, ishte 16 vjeçarki. E mora se me qëllim të kem një shok, se unë njoftova ma të shefin, ma të pronarin, e na ai ma boni garancin, mu tha, dhe vishta të punishte mu tha, në Zvicër tha. Edhe unë e mora këtë kushrinin, ki ishte i ri, mirë po e dite italishtë, në dite kretë. Edhe me qëllim e mora, se ata ma shumë foshin italisht. Kemi shkua atje, kur kemi shkua atje, bora e madhe ishte. Në prill, borë kishte. Nese u njoftomi ka dhona e me njeri muhe për 7 veta, mi kërkuj 7 punëtor, edhe mi eshtë raustallar, edhe punëtor. Edhe une kom ardhë në shpije, kom bo garancionin, e mora e bona vizën time, e në të t'i kushinit, edhe këtu i kom gjep disa rrugnave. I kom gjetur e i kom marun. Se s'kisha, nuk vite kërkush se a i vend si mbetun e di, nuk kishte ala në Zvicër punëtor sun gjeshe. I pari kom qërur ma të kushinin. E pastaj si shkum në atje, ai pronari kryesor, ai ma i madhi më ka thonë, a mund është të biesh edhe një 10 punëtor. 72-shin, më ka fkatur Kërëlan punën, se dhe tetori ishte i fundit atje, se nuk mund që ndrash e pi bore, vendi ishte ashtu se. Tetori neve mbarashim me punën, na i pshi rogat, hikshim. Atëre më ka fkatur mua ai kryesori, më ka fkatur në biro. Tha, a mund është në mot të mi bjesh 30 veta? Ai shefi kryesor, thash po. Kur e more në vesht, ka të ndarë shokt, njëni hajde shkrume në mua, edhe mua, u mosh numri 30, mu paraqitër shumë, mo. Unë i shkujta edhe 20, po një fjalë mos e harroj. Kur ja fillosha ditën e parë punës, e disha se 9 muj duhet këtu në qafta mbaja pronarin, se puna zërtishte, ka i bje shi, bje borë, jo, të i duhet, a që pjetë dhe të plaqë ka kështu për shiun, edhe ti duhet pa tjetër të punojsh, zorë ishte. Mirë për thosha, kom lënë fëmijët e vogjel shpi, kom lënë babën, kom lënë gruen, kom lënë nonen, po ma mirë t'jek une një person se të vujnë ata, atje shpi. Se pinë shpi, si ti bësh i darë, si ti qështa për shkolla. Do fëmija, e në jepsha gajret vetës, se qëdro, se s'ka qajre. Kështu nisi rruga e gjatë dhe e mundimshme e emigracionit. Në fillim me njerëzit e afërt të familjes, miqt, shokët, e më pas ushtrinë e të gjithë veleshte. Me dhimbje, por duhet pranuar se akoma sot ka shumë kërkesa për të emigruar. 71-72. Neve kontakte kemi pas gjithmonë, pa ndërprej me familjen, me veleshten, gjithmonë kemi mendu. Mirë pas kemi pas mundësi, s'ka qenë kushtet në atë kohë për me pas një shoshni, një kulturor, që ka ditë sportiv ato. Se pa familje je i vetmum, një i vetmum në aspektin se pa familjes, po rinia të s'ka qenë tek ishte baza filestare e bazave. Me ardhen e familjes, mrapa, gradualisht, çdo e kemi shku kohës që na takon, kemi prit vllaun, kushërinin, dajën, çka di unë, këtu jemi me 70% jemi farefisin tu e kemi. Si vllai më i madh këtu që jam i katërti, kemi bërë edhe një objekt industrial ku janë punësuar mbi 50 punëtorë. Ka ardhur kohë të integrohemi, po nuk i ndajemi veleshtës. Traditës, mikpritjen, ato kur në çdo herë kemi në mendim. U sugjeroj fëmijëve të mi, ju ta vazhdoni rrugën time, se diçka ndryshon te gjenerat që vinë, ndryshon.
në integrime, në punësim, në shkollim. Unë kam marrë ma jo i thjesht, ma i pa pregatitur. Ta i kanë ta kushtësat. Jo për fëmijët e mi, për edhe për gjithë velishtarët e mi. Do të krenorësha të japin mundin sa maksimum për fëmijët, për nipret, për mbesat, se shkollimi është një pikat më kryesore, edhe në çështniku që thonë në organizatat punuese, po edhe për velishtën që kemi nevojë shumë, që e duami velishtën pa mas. Ky që shikoni është Lecenrajdeni, vendi mikpritës i emigrantëve të parë. Bukuria e rrallë e natyres e këtij vendi, me siguri i ka ndikuar sa të pak në lehtësimin e mallit për vendlindjen dhe familjet e tyre. Natyra s'ka ndryshuar, ndërsa rrugët, ndërtesat, shtëpitë karakteristike, ambientet çlodhëse janë pothuajse të reja, të ndërtuara pas viteve 70. Pra, në rregullimin e tyre është edhe djersa e mundi veleshtarve. Kjo është vendi ku kanë jetu veleshtarët për e të pas që ka punu të në Zvicër. Nisa të kërkoj fjalë për të përshkruar këtë pamje të mrekullueshme, por ishte e pamundur. Arsyeja është e thjeshtë. Atë që ka krijuar natyra, njeriu vetëm mund ta shijojë. Kam marrë këtë vend, këtu 1972 e deri sot. Për së kam shku në Austri 1968, i cili kam punu mun me zgjatje 3 vjetë. Pas 3 vjeç, kam marrë në Zvicër, për shkak çështje ekonomike, për shembull nuk kemi pas mundësia jetike këne, të mendu se do të ngeli këtu një 2-3 vjetë, sa të mbaroj thash në shtëpi, për shembull në Vatan, edhe të kthehem prap, por ato ëndra pas kanë qenë të kota. Që po ngela një në pension, tash jam pensioner, pi Zvicrë mendoj, shkoj në Vatan, vi, kthehem, fëmijët i kam këtu, kanë 2 djem, 1 vajzë, janë me fëmijë, kam nipa, kam besa, mirë po nuk jam i kënaqur, për shkak se më kërkon vendlindja, ato nipa, ato djem, kom qift të rritën vendlindje, une për 35 vjetë që jam në Zvicër, kur për vendlindjes, ose nga Shqipëria, ose në Maqedoni, nuk ka ardhur kush nga vizitoje, ju falemderoj shumë, edhe organizatorët që e kanë organizu këtë, mendoj, këtë takim me ju, jam i kënaqur, por që pas dëshire si më shpesh të ketë kështu takimesh, si të komunikojmë dhe të njihemi me vendlindjen, se pas ka njerëz që interesohen, mendoj për shqiptarët, për gjithësi, se dhe unë jam shqiptar, anë mban botës ku jon, unë kur kom ardhur këtu, nuk e kom ditë gjuhën gjermane. Tash e di gjuhën gjermane, gjuhën italiane, mendoj. Edhe frangjisht jo. Mirë për këta digju edhe une deri tash jam i kënaqur, megjithse me kratë mia i kom përfitu ato fitime që ka kom bëmun, për këtu jam gjendur si në vendlindje i lirë, se është një popull me kulturë, është një popull që nuk i intereson thashe thenat,
është një popull, për shembull, që e konsideron edhe atë jashtmin si vendas. Nuk kaloi shumë kohë dhe numri erdhi duke u shtuar. Rrjedhimisht erdhi dhe koha për të shpërndarë në kantone e qytete të tjera. Përshtatja me mënyrën e organizimit të punës, disiplinës, teknologjisë së re, fali inteligjencës natyrore dhe frymës së kolektivitetit, solli një integrim pas forco e pa trauma psikologjike. Stabilizimi në punë me kontrata të rregullta, sigurimi i banesave, bëri që të merrin edhe familjet me vete. Për të ruajtur një komunikim permanent me vendlindjen, filluan lëvizjet e para për të krijuar organizata dhe organizma që të merrin përsipër detyra për të lehtësuar sadopak kontaktet si brenda Zvicrës, ashtu edhe me vendlindjen. Ideja ka qenë e imja, e Nasir Hanit edhe Dashmir Kapës. Ne të tre kemi filluar të analizojmë dhe të mendojmë për këtë çështje, edhe kur erdhi momenti